për ne është ditë shumë e rëndësishme sepse është dita e eliminimit të dhunës ndaj grave. Dhe organizata Nexhat Albania mban këtë ditë konferencë dedikuar kësaj dite. Ëndrat po shuheshin një nga një. Dhuna ndaj grave nuk është vetëm një shqiptar, nuk është vetëm një prit, nuk është vetëm një kërcënie. Dhuna nis atje ku fillon në mbleftësimi, ku fjala përdoret për të prerë, jo për të ndërtuar. Atje ku gruaja shndërrohet nga partneri në pronë, nga njeri në objekt. Por sot, ne jemi këtu për të thënë diçka të qartë. Asnjë grua nuk është vetëm. Asnjë grua nuk duhet të zgjohet me frikë. Asnjë. Flasim për ato që e kanë parë dashurinë të shndërrohet në kontroll, xhelozia në kërcënim, përkëdelia në frikësim. Për ato që 25 nëntori është një ditë e cila na kujton se pavarësisht dritës, suksesit, pozicionit që mund të kenë, dhuna ndaj grave mbetet një plagë që prek çdo shtresë, çdo profesion, çdo familje. Flasin shumë për pamjen, për aparenca, për rrallë, flasin për plagët të padukshme që shumë gra mbajnë brenda vetës. Ka gra që buzëqeshin në fotografi, për shajnë me thjesht. Grazie.